Bujar Bukoshi jeni kryetari i qeverisë të Kosovës, po unë personalisht ju kam pa disa herë për intervista, po nuk e di me çka jeni marrë para se të bashit kryeministër. Jam marrë me mjekësi, me profesion jam urolog, kam punuar përpara në klinikën kirurgjike në Prishtinë, si urolog, dhe pas kësaj, pas vitit 89, jam aktivizuar, thosh, në politikë, dhe kjo është ajo aktivitet im përpara më. Pse i hyt politikës kur ishit mjek specialist, kishit një jetë normale, pse i hyt këtyre të lashëve të politikës? Ne u detyruam të futemi në politikë, pasi që, si thot një proverb, nëse ti nuk merresh me politikë, politika merret me ty. Gjithçka është politikë në jetë, por nga ana tjetër edhe gjendja e rëndë e popullit të Kosovës, popullit të shtypur, na shtyri që të aktivizohemi në këtë fushë. Një grup intelektualës që e aktivizoj mekanizmat politike, njëherë me para kësaj me ta shtuqut në apel të intelektualëve, pastaj me formimin e partisë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si parti më e madhe, më masive. E përmend apelin e intelektualëve, pse nënshkruan aq pak intelektual këtë apel ku ban të thirrje që ajo cop autonomie të mos zhdukej? Si e shpjegon këtë? Nuk pretendoj të kem ndonjë shpjegim ku më di se çfarë, por ishte ai një veprim ad hoc, domethënë aty për aty disa intelektual nënshkruan, disa prej nesh i mlodhen atë nënshkrime, dhe nuk ishte tendenca që të bëhet një numër spektakular, një numër i madh, por vetëm të tregohet, të jepet një mesazh nga qarqet intelektuale se ata nuk pajtohen me atë gjendje që mbretëronte atëherë. Kur u majt mbledhja e parë, domethënë themeluese e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Në dhjetor të vitit 1989, ajo u formu me 23 dhjetor. Sa veta ishit? Ishit shumë? Ishim grupi iniciativë ishte afro 10 veta, por pastaj u formu edhe në mbledhjen e themeluese, u formu edhe kryesia, u zgjodhen njerëzit, edhe kryetari u zgjodh. A kishte problem për të gjetë një njeri që do të pranonte postin e kryetarit? Mendoj se jo, nuk ishte problem, edhe propozimi ishte që për këtë të lutet Ibrahim Rugova ta marrë këtë detyrë, nuk ishte askush kundër. Po pastaj fillon ndjekjet? Pastaj filloi aktiviteti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo parti kishte përkrahjen dhe mbështetjen e fuqishme të tërë popullit të Kosovës, në një mënyrë kështu shumë rapide u masovizu. Domethënë thuhet se numri kaloi mbi 700.000 antar, edhe praktikisht me një shpejtësi trofeshme i shkatroi gjitha ato struktura të kaluara, domethënë edhe Lidhjen Komuniste të Kosovës, edhe nga Lidhja Socialiste e popullit punues, atëherë praktikisht e kaluan gjithë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, u regjistruan, ishte domethënë një parti popullore në kuadër të një lëvizje popullore për çlirim, dhe ashtu edhe konsiderohej. Para se të ikshit në perëndim, çka ndodhi me juve në Kosovë? Unë në perëndim nuk kam ikë, mas pari, por në tetor të vitit 91, Këshilli Koordinues i Partive Politike vendosi që të formohet qeveria. U vlerësua se ajo qeveri nuk ka mundësi të veprojë në Kosovë, dhe vendimi ishte që kjo qeveri të veprojë nga ekzili, nga jashtë. Ky ishte vendim, vendim i Këshillit Koordinues të Partive Politike. Po mirë, po pse ju kidnapun atëherë shërbimi sekret serb? Ajo ishte në kuadrin e intimidimit, të friksimit të udhëheqësve të atërshëm, të asaj prominencë të them ashtu politike të këtyre intelektualëve që punojshin të paepur dhe me përkushtim për çështjen e drejtë. Ishte një epizod në kuadër të represionit masiv dhe të përgjithshëm kundër popullit shqiptar. Ku ndodhi kjo edhe si ndodhi? A mundesh me na shpjegoj pak? Po ishte një kidnapim klasik nga policia sekrete. Në rrugë, në para banesë? banesës time. Edhe? Duke shkuar në banesë time, para shkallëve të banesës time, në kidnapun.
Ku ju dërguan? Futën me një vetur edhe më dërguan me një vend të panjohur, nuk di se kam dërguan, mbajtën tërë natën. Edhe ajo tjetra, besoj se mund ta imagjinoni, është po ashtu në atë arsenalin e policisë sekrete, duke kërkuar informata, pyetje, me kënë punoj, ku punoj, çka është puna ime. Edhe në fund pjesa tjetër, kërcënimet fuqishme se do të më zhdukin ose e tjera. Unë mendoj se kjo është gjëra të njohura që mendoj se nuk e vlen të riprodukohen tani, për mos me rase ku me di se çfarë heroizmi, ai nuk ishte heroizmi im, ai ishte dhuna policore. Edhe unë nuk isha i vetmum krejt këto ngjarje në zhvillime. Me mija tjerë u burgosën, u rrafën, me qinda u vranë. A jo në pyet njerëz për para teje që të pranonin postin e kryetarit të qeverisë? Po, më duket se janë pyet, por asnjëherë nuk jam marrën me këto, si të them, me background të aty në zhvillimeve, ose prapas skenës, ose për shkak se nuk kam qenë fort i interesuar unë kam qenë ekskluzivisht i interesuar që t'i kryjmë punët tona edhe pa rezerva, pa kurfar kalkulimesh. Kjo ka qenë prej fillimit si një vije kuqe e kredosimit politike dhe veprimit. Po këto 7 vite të përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës për pavarësi, atë kanë bindë se gjithë njerëzit kanë qenë të vetëdijshëm dhe kanë pas për imen pranimin e posteve, apo mos një palë? Si çdo lëvizje, si që ishte lëvizja jonë kolosale, i ka dhe aspektet e tjera edhe anën e tjetër të medaljes. Njerëzit nuk janë njësoj, koha e bën të vetën, edhe veprimet e kundërshtarit e kanë bërë të vetën, kështu që ajo duhet edhe të merret parasysh, se njerëzit nuk janë njësoj edhe reagojnë në mënyrat ndryshme, në situata ndryshme, në sfida të ndryshme, edhe në momente të vështira. Edhe pikërisht aty është ajo që njerëzit sprovohen, japin provimin ose nuk japin paraprovimin para këtyre sfidave. Ku ka ndodhur plasaritjet e para pas ikjes tone ose pas largimit tonë nga Kosova, mes teje personalisht si kryetari i qeverisë edhe disa individëve në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po këto plasaritje që i quheni ju, ose fërkime, ose ndoshta mosmarrëveshje të vogla të tjera, mund të quhen si doni, kanë filluar një vjet pasi që e mora në funksionin tim, pasi që, sipas interpretimit tim natyrisht, që filloi një fenomen i ngatrimit të disa kompetencave, ose pretendimit të një partije të madhe, siç është Lidhja Demokratike, duke rezonuar me klishe të vjetra, që pretendonte se praktikisht pushteti ose edhe ekzekutiva duhet të jetë në dorë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për shkak se ajo na qenë ka partia më e madhe, që në vërtetë edhe është. Dhe në këtë vijë unë pa ta kundërshtuar, natyrisht në formë interne, jo publikisht, që nuk bën të ngatrohen këto punë. Edhe si duket aty mu pa për të madhe, se nuk jam në vijë. Kur e pa që nuk ishte efekt, atëherë fillova dhe ti deklaroj ato dhe publikisht, edhe mes tjera që ishte edhe një intervistë në Patavan atëherë në Rilindjen, si në Bujkun. Ajo më desh kaktoj edhe një paknaqësi, po them se si që u interpretu si gjoja një farë si rebelimi i kryetarit të qeverisë. Nga ajo filloi, por nuk pati marrë për masa të mëdha ajo, pasi që Rugova ishte në gjendje atëherë në atë kohë që ti amortizonte dhe ti ulte gjakrat, si të them. Ishte një epizod ajo, domethënë. Pastaj vazhduan disa ofenziva tjera kundër qeverisë, cilat nga ana e qeverisë nuk patën farë reagimi apo demanti e tjera. Por aty nga aty filloi, them.
A do të thoni ju se qeveria pranoi vetëm formalisht nga ata që e kishin zgjedhë qeverinë? Po ishte tendencë që të trajtohej ashtu, apo ndoshta prej fillimit ka qenë ajo është paramenduese ta formojë në qeveri, sa për formë, domethënë si kartë politike, që bota ta shohë se kemi një qeveri, por u pa, mandej filloi të shihet se dikush nuk e ka për një mend. Të shprehem ashtu. Edhe kjo u ndesh natyrisht më njëherë me parimet e mia dhe me vendosmërinë time që mëse jo kemi hyrë këtë në punë, duhet t'i qojmë deri në fund, me gjitha ato mundësi dhe atë potencial që e kemi. Edhe aty ishte, domethënë, po tham një fërkim. Domethënë, me këtë duhet të them se gjithçka ka filluar gradualisht, nuk ka pas asnjëherë deri sot një eklat, domethënë një disens ose një plasje ose një ndeshje mes të qeverisë ose lidhjes demokratike të Kosovës ose politikës edhe ekzekutives, asnjëherë. Por kjo ka shkuar në një formë latente, në një formë të larvuar, edhe bilen ndonjëherë mendoj se më mirë do të ishte, ndoshta kishte më qenë sikur të kishte një ndeshje më të mirë, kështu, edhe të uleshim edhe të sqaronim gjërat edhe që ta krijonim një unitet vërtet, jo unitet rrajsh. Po thoni një ndeshje më e mirë, po nga ana juaj në për gjitha deklaratat shihet se ju keni dalë në fushën e mejdanit? Jo, nuk ishte, as nuk është koha që të bëhet një fushë e mejdanit brenda shqiptare, mendoj unë, por nga ana tjetër mendoj se nuk do të kultivohet një unitet i rrejshëm, sepse ai unitet i rrejshëm i takon kategorisë së hipokrizisë politike, po edhe ka të bëjë me etikë, me moral. Prandaj ajo është e papranueshme në lëvizje të tilla të mëdha, po them, është gjë shumë luksoze për ne. A mendon ti se një krah politik në Kosovë e ka përdorur qeverinë vetëm si një farlloj ose ka tentuar ta përdorë si një lloj porezniku, ta grambledhsi, mbledhë 3%, dërgon apare edhe natën e mirë? Po atë unë edhe kum thonë në disa intervista se ishte ai trendi, domethënë tendencë dikuj a me qëllim a pa qëllim, nuk do kisha hyrë atutje, por sikur të redukohet funksioni i qeverisë në ekzil në funksionin e qeverisë si arkatar, për shembull. Domethënë ose që thoni ta grambledh, me mbledh tolla dhe me dërgu tolla. Ajo natyrisht ishte një funksion shumë i rëndësishëm këto rrethana tona, por me kaq nuk përfundon puna e qeverisë, edhe me kaq nuk përkufizohen kompetencat e qeverisë. Kam dëgjuar nga disa kanale, nga njerëz që kanë qenë bashkë me ju edhe me presidentin Rugova në vizita nëpër vende të ndryshme të Evropës Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fare në fillim, se ju jeni paraqit më radikal para tujve dhe kjo është arsyeja që Rugova nuk ju ka marrë më në delegacion. Pse jeni radikal? Mbare çka kuptoni ju me radikal. Nëse ju me fjalën radikal kuptoni një fenomen se nëse ju tani mi grabitni parat nga xhepi, parat e mia, unë do t'jem shumë radikal që t'i marr ato para prapë, se më takojnë mua. Domethënë është fjala për të drejtën e dikujt. Nëse flitet se populli shqiptar po i kërkon drejtat e veta legjitime dhe është radikal pse po i kërkon, atëherë nuk është fjale për radikalizëm, atëherë ngatrohen gjërat. Natyrisht unë jam mundu t'jem më i zëshëm, edhe shumë më i zëshëm, që në kërkesat tona, edhe në bisedat me diplomat, me shtetar, me organizmat ndryshme, me përfaqësues të organizatave, qofshin qeveritare, që në mënyrë të qartë, të thjeshtë, në formën e si funksionon logjika nga perspektiva e logjikës së perëndimit, të botës perëndimore, që të thuhet, të prezantohen problemet tona, kërkesat tona, po në formë shumë të qartë, pa ekvivoke, edhe pa kurrfarë figura stilistike. Kjo ndoshta edhe nga backgroundi i profesionit tim, sepse në profesionin tim kirurgji nuk mundeni me qit fallë. Ju duheni me konstatu diagnozën, me prezentua diagnozë edhe me kërku terapin, domethënë mjekimin, si të mjekohet pacienti.
natyrisht nuk mund të krahasohen, nuk mund të identifikohen gjërat njësoj me këtë logjik. Por kam kërkuar edhe sot e kësaj dite flas me një gjuhë të qartë, ose mundohem të flas me gjuhë të qartë, që kërkesat tona edhe mesazhi i udhëheqësve tanë, pasi ne po pretendojmë se jemi udhëheqës edhe po prezantojmë popullin ose e kemi atë mandat që ti prezantojmë dhe ti realizojmë kërkesat e popullit tonë, atëherë duhet fol, duhet shkruar, duhet kërkuar qartë, pa ekivoke. Ai mesazh duhet jetë i qartë, se bota nuk ta merr mesazhin. Ai natyrisht nga ana tjetër mesazhi duhet jetë edhe i fortë. Mesazhi duhet të dihet edhe si t'jipet. Domethënë sipas gjitha kautelave që i kërkon perëndimi. Këtu kam parasysh edhe mass media, kam parasysh marketingun politik, gjitha ata faktorë që domethënë që do të kërkonin kohë të numërohen. Kjo është ajo. Domethënë kemi bëj me natyrën ose tipin e një njeriu. E njeriu është krijesë shumë e çuditshme, edhe ndryshojnë njerëzit me zveti. Nuk ka të keqen këtë, se dikush i thot në mënyrë shumë të qetë, nëse doni zoti Rugova i prezanton gjërat në mënyrë shumë të qetë, me një flegmë shumë kështu të respektueshme, me këtë ai ka kriju edhe një imazh të caktuar si një politikan i cili është i moderuar, por nga ana tjetër ka qenë në atë kohë një kombinim për të cilin edhe vetë Rugova, domethënë biseda me të, thoshte se është mirë, se nuk këtu në mahi se mirë, ti e ke bujar mirë, ti po jep nxehtë, unë e ftoft edhe aty dikon jemi. Domethënë një farë si simbioza ashtu, për atë kohë ajo ka qenë simpatike, domethënë edhe pranueshme, por për një kohë, jo për deri në pafund. Unë mundova ta shpjegoj këtë, domethënë ishte fjalët e radikalizmit. Kur erdhi momenti që ishte jo simpatike? Po që ju ma nuk kultut bashkë? Është një proces i gjatë ky që ka kriju edhe rrethana të ndryshme. Ashtë personalisht Rugova apo njerëzit rreth Rugovës që krijuan këtë muri kinez mes teje dhe Rugovës? Nuk ka muri kinez mes askujt, por ka diskomunikim. Po pse nuk komunikoni ju bashkë? Kryetari i qeverisë me kryetarin e Republikës. Ne kemi komuniku edhe në një mënyrë komunikohet, po jo në mënyrën e duhur, edhe unë kam thënë publikisht se ky komunikim nuk mjafton, ose është një diskomunikim i cili duhet korrigjuar, edhe nuk ka të keqen atë që kërkohet ose identifikohet një problem, edhe mund t'ju them, pasi që nuk është si më thonë zoti Rugova sot këtu, që bisedohej kjo aty për aty që të kërkohet një pjesë e përgjegjës këtë pyetje nga zoti Rugova, por dhe mendoj se nuk është korrekte që tani të krijoj këtu antagonizma në këtë intervistë time dhe të akuzoj një palë, nuk kam prirë për atë, por sa i përket unë mund t'ju siguroj se edhe në emën tem personal, po edhe në emën qeverisë, na kemi treguar gjithmonë gatishmëri që të ulemi, të ballafaqohemi me problemet, të shëshojmë problemet, edhe të bëjmë disa qëndrime ose vendime të cilat mandej në mënyrë konsekvente duhet të realizohen. Këtu është sipas mendimit tim një pikë ose një defekt, nëse doni, që zoti Rugova nuk ka qenë i gatshëm që kështu në formë, si më thonë, në formë ma rezolute të bien vendime, por ai ka pas më shumë prirje që gjanat të shkojnë kështu më shumë të relativizuara dhe të ketë vend për gjithë e tjera. Këtu ka qenë edhe një mos pajtim në këtë farë taktike. Apo ndoshta njerëzit këshilltarët e Rugovës thonë se kryeministri është arrogant. Ajo është temë tjetër, se gjithmonë për rreth çdo kryetari edhe për rreth çdo kryeministri, për rreth çdo pushtetari gjinden njerëz, është kategori e njohur e njerëzve të cilët për interesa tjera më të ngushta, edhe interesa meskine, bëjnë çmos, domethënë që në atë kuadër të një kamarile të udhëheqjes të marrin role të ndryshme për ato interesa, po them, më shumë egoiste ose grupore, që mandej i zhvillojnë ato teorinat e tyre edhe natyrisht edhe intrigat. Ka gjithmonë aty. A duket ty cirkus presidenti me udhëtu pa kryeministrin, pa kryetarin e qeverisë në për vendet perëndimore? Jo, nuk është cirkus politik?
Jo, nuk më duket që është cirkus politik, është e drejta kryetarit që ai të vendos me ken dëshiron të formoj delegacionin, ai e cakton delegacionin. Pa do ishte më mirë që të ishte edhe kryetari i qeverisë në delegacion? Mund të ishte më mirë, unë nuk e përjashtoj atë mundësi, por nuk kisha me qenë ekskluziv, tash më thonë se ka qenë dështim pse ai është taku vetë, se edhe ai din punët e vetë, edhe ai është gjendje me prezentu në atë mënyrën e vetë, po them. Mendoj se kishte me qenë më mirë, po t'ishim... Do ishte më serioze, apo? Po, mendoj se po. Jeni akuzu për jo kryeministri është i pasur, jo ka vila, jo ka bazen, jo endet me aeroplan privat, më thash, a janë të vërteta këto, a jeni kaq i pasur? Nuk është e vërtetë se jam i pasur, dhe asgjë nga kjo nuk ka të vërtetë. Nuk kam vila, as nuk jam duke i shfrytzuar ose abuzuar, domethënë keq përdor parat që i jep populli i Kosovës, që japin njerëzit tanë që punojnë me mund, kursejnë me mund, edhe japin para për me i dërgu në Kosovë, edhe për punë të tjera, por jo për pasurim privat ose për t'i plotësuar disa nevoja të mia private. Kjo vlen për mu, por kisha me thonë, dua të them se kjo vlen edhe për çdo antar të qeverisë sime. Fondin e qeverisë të Kosovës 3%, a keni menduar ndonjëherë me shndru në buxhet të shtetit? Kemi bisedu edhe me zotin Mustafa, ministrin për financa. Ai është, si me thonë, një prekursor i buxhetit të shtetit të Kosovës, por parakush për këtë është natyrisht që të formohet shteti i Kosovës, domethënë mbas para ta arrijmë pavarësinë e Kosovës e pastaj ta bëjmë edhe buxhetin e Kosovës. Kjo është vetëm një prekursor, një zavendësim i buxhetit të Kosovës me mundësira shumë të kufizuara. Si do të arrijmë këtë pavarësi? Me çfarë mekanizmash? Çfarë mekanizmash keni kriju ju si kryeministër gjatë këtyre 6 viteve që të arrihet pavarësia e Kosovës? Ne kemi deklaruar pavarësinë e Kosovës, kemi deklaruar Kosovën si të pavarur, kemi kushtetutën, edhe duhet punohet në bazë të kushtetutës që të arrihet ajo pavarësi. Procedura si është, njerëzit ulen, e peshojnë këtë punë si të arrihet kjo, si çdo objektiv kur dëshirohet të arrihet, bien vendimet politike, domethënë përgjigjja në pyetjen tuaj është politika e vendos për rrugët dhe mënyrën e arritjes së pavarësisë. Kjo politikë pastaj kërkon nga krahu ekzekutiv i saj, që është qeveria, që këto t'i realizojë. Domethënë ja jep një detyrë asaj që ta bëj këtë punë. Ti se ke marrë atë detyrë? Atë detyrë e kam, por shumë gjëra nuk janë punuar në mënyrë konsekvente në bazë të kushtetutës. Kemi mbet në deklarimin e pavarësisë së Kosovës. Jemi përpjek të arrijmë këtë pavarësi. Ju e dini se kjo rruga për të arritur kjo pavarësi është deklaruar si rrugë paqësore, domethënë jo violente, pa përdorim dhunës, edhe deri tani kemi arrit disa rezultate, të cilat janë të pamohueshme, por që nuk mjaftojnë për pavarësinë e Kosovës. Këto janë ndërkombëtarizimi i çështjes së Kosovës në një grad dhe mbajtja e organizimit po ashtu në një grad të popullit të Kosovës në forma të ndryshme, me të ashtu quajtur sistem paralel në disa sfera, më të suksesshëm, në disa tjera më të pasuksesshëm, në disa tjera që mungon. Nuk duket një çik si e çuditshme që Serbia më njëon është një shtet fashist që ka okupu Kosovën, në anën tjetër po të lejon krijimin e sistemit paralel. Si spjegohet kjo? Kjo është në interpretimin tim spjegohet pjesërisht. Edhe nuk mund të spjegohet, edhe nuk mund të jetë plauzible në tërësi, domethënë nuk mund të jetë e bindshme për atë bashkëbisedues që ju domethënë në hipotetik, thajmë ashtu, për shkak se me definicion Kosova është e okupuar.
domethënë është e robëruar në një gjendje okupimi, kundërshtari jonë, regjimi i Beogradit është duke ngulfatur, është edhe duke tentuar që të mbyt çdo tendencë për çlirim edhe ndarjen nga Serbia. Kjo është realiteti. Faktori shqiptar, domethënë shqiptarët e Kosovës nuk kanë mundësi që në mënyrë efektive t'i kundërvihen kësaj. Nuk kemi ushtri të fortë, nuk kemi armatim të fortë, nuk kemi aleat të fortë, domethënë edhe kjo është ai raporti, domethënë raporti i forca. Prandaj edhe shqiptarët domethënë kanë vendosur që në mënyrë paqësore të përpiqen që duke sensibilizuar edhe opinionin ndërkombëtar edhe faktorin ndërkombëtar, domethënë shtetet e bashkisë ndërkombëtare që janë me ndikim, që ato të ndërhyjnë, si më thonë, të ndërhyjnë edhe të bëjnë presion në kundërshtarin tonë. Kjo është ajo skema. Mi po si po e shohim gjithë, edhe këtu nuk do të me pas që thot populli 3 kokë ramen, edhe me pas se punën nuk po shkojnë, sepse asnjë shtet nuk krijohet vetëm me kërkesa paqësore, por krijohet me presione të tjera. Tash puna është zatet aty. Është zatet në atë mas sa që sot e kemi këtë gjendje. Bashkia ndërkombëtare nuk e përkrah pavarësinë e Kosovës. Edhe aty tash është një temë për cilën mund gjatë të diskutohet pse nuk e përkrah. Serbia nuk pranon ta lëshojë Kosovën, ajo këtë e deklaron edhe me vepër, edhe me dhunë po e tregon çdo ditë. Mirë po, ajo çka është ma kolosalja edhe ma fuqishmja, populli shqiptar në Kosovë, po ashtu bën të ditur se aty ky problem nuk mund të zgjidhet në këtë mënyrë, se ky popull nuk pranon të mbetet nën regjimin serb, nën sundimin serb, dhe dëshiron edhe pretendon në të drejtën e tij për të vendosur për fatin e vet. Kjo duket si një fjalim, por kjo është realiteti. Domethënë nëse bëhet një analizë shumë sipërfaqësore dhe shumë e thjeshtë si kemi punë. Tash domethënë ne kemi punët që të orientohemi ta forcojmë faktorin shqiptar në anë të parë, domethënë me organizim, me disa koreksione në atë organizim, të shohim se ku ka cilat pika ka pas mangësi në atë organizim, edhe vetëm të bashkuar, edhe me një mendim të bashkuar, po edhe me veprime të koordinuara, nga onda jonë ta bëjmë atë efektin maksimal që është e mundur për të bërë. Në këtë mënyrë, ne do të jepnim mesazh shumë më të fuqishëm, edhe të qarqeve fuqive të mëdha, them ashtu, në rand të parë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se Kosova duhet zgjidhur në këtë mënyrë, duhet zgjidhur në bazë të vullnetit politik të shqiptarëve, cilët e kanë artikuluar ato fara qartë. Që 5 vjet, 6 vjet, ju si klasë politike e Kosovës keni thënë që bashkia ndërkombëtare e përkrah politikën tonë. Është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Është e vërtetë se po ka edhe të tillë që kanë dhënë sinjale dhe kanë tërheqë vërejtjen se nuk është ashtu si ne po ja prezantojmë vetvetes, ose nuk është ashtu si ne po ja bëjmë qefin vetvetes, ose si ne po na kënda, por bashkia ndërkombëtare asnjëherë deri sot në asnjë moment nuk është prononcuar për pavarësinë e Kosovës. Do më thonë ata që e kanë deklaruar këtë na kanë rrejt? Unë nuk e kisha formuluar as pyetjen ashtu, po edhe përgjegjja nuk mund të hipet në këtë frym të pyetjes suaj. Kanë bërë një rënd diplomatike të mençur. Thuhet se edhe në politikë duhet me rrejt. Thuhet se në politikë rrehet. Deri në çfarë mose? Po rrehet, thuhet po ashtu se rrana në politikë është sikur biberi kur e qetni me një gjell për me ia dhënë një shije gjellës, mirë po nëse ju atë enë me gjell e mushni me 2 grushta biber, atëra e gjell nuk ka. Domethënë e ka edhe masën e vet. Domethënë bëhet rran për domethënë një prezantim tjetër, rran politike ose një ashtu për me fitu kohë, për me fitu një oportunitet tjetër, por gjithmonë e programuar ajo që për të arritur efektin. Por jo ajo të bëhet per se, vetëm për me u bë ashtu, ajo atëherë quhet manipulim. Manipulimi në politikë është i damshëm, edhe kthehet si bumerang. Domethënë ndëshkohet ai që e bën atë manipulim.
A mendon ti se protestat e fundit studentëve dhe në përgjithësi të shqiptarëve të Kosovës janë një farë lloj bumerang në politikën shqiptare? Po, mendoj se po, se këto proteste po ashtu kanë qenë një leksion politikës shqiptare, klasës politike, udhëheqjes politike, establishmentit, po them politik, se ju dini se nga natyra studentët janë kundër establishmentit, ka definicione. Kjo ka qenë një leksion edhe një mesazh shumë i fortë, një mesazh i fortë që të mendohet edhe për këtë. Unë personalisht kam dëgjuar edhe deklaratën e presidentit Rugova, i cili ka bërë thirrje për shtyrjen e protestave të studentëve. Deklaratë e cila në opinion ka sjell dilema në opinionin bashkë shqiptar, edhe natyrisht po takosha me te do më interesonte të dija në rast se presidenti ban thirrje për shtyrje dhe populli tregohet i padëgjueshëm. A do jetë ky i Zotit jap dorëheqje fill pas këtij mos legjimi të popullit? Ndërsa për ju si kryetari i qeverisë e kam këtë pyetje. Ju dolet në përkraje të protestave. Po çfarë mekanizmi mbrojtjes keni për studentat e Kosovës? Ju e dini se unë, domethënë për qeveri, publikisht i kam përkrahur dhe i kam shtetur protestat e studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ato protesta e kanë meritu përkrahjen e gjithkujt, edhe fundit ato edhe dhanë, domethënë provë se janë të drejta edhe patën përkrahje masive nga gjithë populli i Kosovës. Pyetjen që e shtruat ju nga, domethënë me rezonim perëndimor, natyrisht se në shtetet perëndimore dhe në shoqëritë perëndimore, pushtetarët ose funksionerët cilët domethënë cilët duhet të tërheqin konsekvencat nga veprimet e atyre politike, ata edhe e bëjnë këtë punë. Ne jemi në një gjendje tjetër, mendoj se fenomeni që para fillimit të protesta studentëve, para një tetorit, 2 ditë përpara, 3 ditë përpara, fare shkurt të krijohen ato hezitime, edhe tipën mesazhe të një mos uniteti rreth pozicionimit për këto protesta, mendoj se politikisht ka qenë shumë të gabuara, ka qenë damshme edhe të palejueshme. Nga ana tjetër, fakti që studentët nuk e ndëgjuan askën, edhe këto e dhanë atë mesazh të fuqishëm në rend parë bashkisë ndërkombëtare, ato ishin të adresuara në këtë adresë, tregojnë se edhe politika duhet të mendojë mirë edhe të përmbledhet, pasi që krijohen edhe asociacione në disa kohra jo shumë të hershme, t'ju përkujtoj edhe në demonstratat e studentëve të 81-shën, të vitit 81, kur ato karakterizoheshin e dim nga kush si kontrarevolucionare ose e tjera, se si, domethënë, kategorizoheshin studentët edhe në lëvizjet masive të studentëve, edhe të gjithë popullit të Kosovës në vitin 88-89, kush ishte ai që nuk pajtohej me këto protesta studentëve, edhe është mjaft, domethënë mjaft për të menduar se si me atë klishe tani ka, domethënë nuk ka qëndrime unike, dikush është për protesta, dikush jo, po shumica ishte për këto protesta. A mendon ti se ai jazi i krijuar mes teje dhe presidentit i ka dhënë një farë mënyre forcë klanit politik të Kosovës para vitit 90, që ta ndrojë edhe një herë ta merr pushtetin në Kosovë? Nuk ka pushtet në Kosovë. Kosova është e okupuar. Askush nuk e ka pushtetin në Kosovë. Po që ta merr. Ndoshta Bashkia Ndërkombëtare dhe Serbia do gjejnë një zgjidhje, do japin një copë autonomi. Jo, edhe në politikë, edhe në lëvizjet politike, atë hapësinë të cilën ti nuk e pushton tjetri, ose krijohet vakumi në cilin livadhisin të tjerët. Kjo është postulati i vjetër në politikë. Por unë prapë po kthehem këtë leksionin e studentëve, cilin ne duhet të nxjerrim mësim nga ky leksion. Ai ishte po ashtu edhe mesazh edhe krejut politik të Kosovës, po them edhe qeverisë, pse jo, që ishte edhe një reagim që të përmlidhen edhe politika, domethënë edhe paria, që diçka nuk është në rregull, se një
një qëndrim, një politik me një pozicionim të zbrapsjes absurde nuk tolerohet. Edhe këte e tregun studentin. Ata dolën, si me thonë, në skenë. A ishte një farë lloj gjunahu që për shembull udhëheqësi studentëve i Unionit Pavarur, Bujar Dugulli, cilej para pozicionit që të prononcoj edhe të thoshte që kërkesat tona do të ndalen me universitet, po do vazhdojnë me pavarësi, në vend që kjo pyetje t'i parashtrojë kryetarit qeverisë dhe kryetarit Republikës. Po në rend parë kjo është punë cilën do të duhet ta kryente politika. Mirë, por nga ana tjetër ne e dim se tani për tani studentët ishin të përqendruar në kërkesa shumë specifike, domethënë ishte një temë specifike shkollat e drejta elementare e nxënësve dhe studentëve shqiptarë për të mësuar në gjuhën e tyre anëtare. Nga ana tjetër, studentët po ashtu si pjesë e shoqërisë kanë drejt edhe kjo ngjan që të involvohen edhe në rrjedhat e asaj shoqënie, domethënë edhe të determinojnë disa kahje të atij zhvillimi. Domethënë, ne nuk mund ta përjashtojmë dhe nuk mund të parashojmë se nesër pas nesër, edhe nëse zgjidhet, domethënë me fat puna e shkollave, po ata studentët do të bëjnë kërkesat natyrës tjetër, domethënë kërkesa që të solidarizohen edhe me po e zonë me minator. Domethënë, ata janë pjesë e shoqërisë, ata janë po ashtu, ata janë të interesuar se çka do të bëhet me atë shoqërisë, ata janë ajo gjenerata e cila do ta marrë edhe përgjegjësinë, po edhe do ta dizajnoj ardhmërinë e saj. Tani po afrohemi tek dhjetori, ku është muaji i fundit, afati i fundit për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në Kosovë. A duket e çuditshme përgjigja kur e dëgjon nga udhëheqës politik të Kosovës kur thonë që po do të kemi parlament, po kur do të kemi? Shumë gjana në këtë pikë kanë marrë, po them, të pozën në këtë pikë, pasi që edhe në fillim të kësaj bisede përmenda fenomenin e hezitimit edhe mungesën e konsekvencës në punë. Kur të vendoset, kur të binë vendimet për mu bërë diçka, ato duhet bërë, domethënë duhet të punohet me konsekvencë. Nëse është rasti kundërt, atëherë do të dështojnë shumë gjëra dhe do ta marrin të poshtën. Në këtë kontekst është edhe fenomeni i mbledhjes parlamentit, që nuk u mbledh me vite, fenomeni i marginalizimit edhe obstruksionit të qeverisë të Republikës Kosovës, një krijim i një lloj amullie atje, domethënë një farë zbrapsje edhe pasivizimi të jetës politike në Kosovë, për cilën gjë edhe studentët mes tjerash, domethënë patën si pretekst të veprojnë ashtu si veprojnë, edhe puna e zgjedhjeve që janë të paralajmëruara deri në fund të vitit, domethënë deri në Krishtlindjen. Nuk ka ende asgjë indikative aty se është u punu në drejtim. Domethënë është një fenomen i shtyrjes. Unë deri sot nuk shoh përpjekje që të organizohen ato zgjedhje. Ato ai fundi dhjetorit do të vijë sa ora, edhe ne do të gjendemi para një akti të krymë kur thotë se jo s'kan qenë rrethanat, jo mos ta provokojmë situatën, e tjera formulime për mua idiotike, domethënë kërkim të preteksteve. A do ishte më mirë të mos mbaheshin fare nëse deputetë e ardhshëm mendojnë përsëri të mos e mbledhin parlamentin? Jo, ato do duhet të mbaheshin shumë më herët. Për shkak të një testimi politik? Jo, se aty është shpëtimi jonë është vetëm në formimin edhe forcimin e institucioneve. Ne nuk mund të fitojmë me një bajraktar ose me një kryetar të fisit pavarësinë e Kosovës. Edhe ti mendon se zgjedhjet e lira edhe ju si kryeministër ose do t'ju shpallshin legjitim ose jo legjitim apo jo? Por mua është plotësisht irelevante se domethënë çështja domethënë personale, domethënë çështja e emrave, edhe mbi emra kush do të jetë ku. Nuk lën kurfar roli. Ne kemi kërkuar edhe përpara 2 herë zyrtarisht me letra që të lirohet qeveria që është në ekzil, të lirohet të formohet qeveri tjetër. Domethënë nuk asnjë nga ne nuk kemi pas as pretendime, as interesim që ta bëjnë një karrierë si qeveritar, por kemi kërkuar që të bëhet këtë drejtim diçka ose të formohet qeveria atje. Po për më formuar qeveri, domethënë do duhet të formohet mas pari të mbledhej parlamenti, të bien vendime që ai parlamenti të bie
Ju përkujtoj se ka shumë diskutime dhe shumë debate janë bërë në këtë temë, por ato vetëm kanë betë debatime edhe fjalë shterë, për pasi që deri me ditën e sotit ne nuk e kemi as parlamentin, as qeverinë në Kosovë. Po, njerëzit po thojnë lete ka kryeministri prej Evrope me na dhon leksione politike. Çka do thoshe ti? Po më varet kush si i merr gjërat, për shembull, mund të mirët se edhe i ka lehtë. Po, me një pikë se nuk i ka policë të Miloševićit, për shembull, aty në Evropë. Mirë po, qeveria nuk ka dalë për qef atje. Ka dalë me një detyrë cila ju ka caktuar, domethënë është e mandatuar që edhe vendimi është për atë që ajo të punojnë nga jashtë. Kjo është një, edhe dyta, qeveria ka qenë e gatshme të kthehet po ashtu në Kosovë, kur të kërkohet nga ajo, kur të kërkohet nga instancat edhe nga institucionet që janë kompetente ta binë këtë vendim. Do më thonë ti je i gatshëm me u kthy në Kosovë nëse të bëhet thirrje? Po. Pa asnjë frikë? Pa asnjë hezitim. Aktualisht janë protestat e studentëve ato që e kanë nxjerrë opinionin ndërkombëtar, opinionin shqiptar. Ti si vlerëson këto protesta të studentëve? Unë vlerësoj si shumë pozitive për disa arsye, pa pretenduar që të bëj tash një analizë të thuktë të këtij fenomeni, por mendoj se ato patën përkrahjen e fuqishme, ishin një zë i fuqishëm i studentëve drejtuar opinionit ndërkombëtar, bashkisë ndërkombëtare, se në Kosovë ekziston një popull i cili në fund të këtij mijëvjeçari lufton për të drejta më së elementare dhe legjitime, për të drejtën për me u arsimu, me u shkollu në gjuhën anëtare. Ishte po ashtu një opinion edhe një vërejtje bashkisë ndërkombëtare se Kosova po ashtu mbetet si një problem, si një fuqi barote e cila mund të aktivizohet në çdo moment pa fajin e shqiptarëve. Po ashtu ju bë vërejtja se për këtë gjendje të rëndë është përgjegjës regjimi kriminal fashist i Beogradit, i cili dhunon një popull masi 2 milionësh për ideologji të tij mesjetare. Është një lëvizje, një fenomen që është në rrjedhat historike, jo ahistorike, dhe është treguar si këto protesta kanë treguar si studentët janë me të vërtetë në nivel shumë të lartë, janë të fortë, janë të vendosur dhe prezantojnë dhe i përfaqësojnë interesat e mirëfillta të popullit nga xhirit cilit kanë dalë ata, dhe po ashtu është edhe një vërejtje, një mesazh i fortë në formë të vërejtjes të faktorit politik në Kosovë, të kreut politik në Kosovë, që të mendohet edhe të veprojë si duhet në këtë frymë. A mendon ti se këto protesta duhet vazhdojnë? Po, unë mendoj se duhet vazhdojnë. Edhe ato me njëherë, pa ndërprerje. Pavarësisht nga pasojat. Çfarë pasoje po mendoni? Mos po mendoni për këtë... Rugova thotë që do na vrasin, do na mysin. Jo, nëse mendoni se me këtë do të acarohet situata, ose do të provokohet situata, si është bërë mod të thuhet, protestat paqësore të studentëve për një drejtë të tyre të patjetërsueshme nuk e acarojnë gjendjen në Kosovë, por po e acaron Beogradi gjendjen në Kosovë me dhunën që po ushtron aty. Prandaj adresa për acaruesin është regjimi kriminal i Beogradit, jo studentët. Dhe këto nuk ndalen edhe nuk duhet të ndalen këto protesta, se është drejt elementare e njohur me gjitha kartat ndërkombëtare, me konventet ndërkombëtare se çdo popull ka drejt për këto kërkesa, por edhe ka drejtën e tubimit, që ju përkujtoj në deklaratën e përbashkët të Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe të Bashkisë Evropiane, në të cilën dënohet ushtrimi i dhunës nga ana e policisë Serbisë ndaj protestuesve. Domethënë në Kosovë, dhe kjo nuk tolerohet dhe kërkohet që të mundësohet e drejta e tubimit. Prandaj kjo është po ashtu, edhe kjo është një mesazh, cilën tjetër është ne apo dojmë ta kapim këtë mesazh apo jo. Pavarësisht nga mesazhet, ne gjithë e dimë se rrugë tjetër nuk ka përveç se ne të
të luftojmë për drejtat tona. Për tani po luftojmë, po bëjmë çmos të luftojmë në mënyrë paqësore. Ne dham prova se në mënyrë civilizuese dhe paqësore i bëm këto protesta. Përgjegjja ishte dhunë, e egër, e shfrenuar dhe barbare. Natyrisht asgjë tjetër nuk u prit nga policia e Serbisë. As studentat nuk kanë dalë me iluzione se duke dalë duke u ballafaqur me policinë serbe se do ta mshiroj atë t'ju lejoj hapjen e universitetit. Por ky ishte mesazh bashkisë ndërkombëtare. Prandaj e gjithë kjo praktikisht e hedh poshtë kategorikisht tezën se shqiptarët po acarojnë situatën. Lëvizja shqiptare për ta pushtuar lirinë nuk është acarimi i situatës. Edhe është interpretim idiotik të thuash se ne po acarojmë situatën. Shqiptarët nuk po acarojnë situatën. As Rugova nuk po thotë se shqiptarët po acarojnë situatën. Rugova ka hezitime se mos me këtë ndoshta po acarohet situata. Prandaj edhe kjo duhet të diskutuar, duhet të sillen argumente. Nëse thuhet se acarojmë situatën, ku janë argumentet se do të acarohet situata? A ju kalon për shtypje deklarata e fundit e State Departmentit Amerikan ku thuhet do të luftohet për zgjidhjen e çështjeve të Kosovës, jo çështjes të Kosovës? Po, mas pari t'ju them se deklaratat nga çarqe diplomatike, këto janë deklaratat të diplomacisë të një shteti, në këtë rast të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ato janë, domethënë, deklarata po ashtu me mesazhe të qarta, nga ana tjetër është gjithmonë ju përkujtoj faktorin shqiptar aty. Domethënë ne duhet shumë të kujdesemi edhe të kujdesemi po ashtu edhe për reagimin e bashkisë ndërkombëtare lidhur me atë reagim, me atë përkrahje. Ne duhet mundohemi që edhe ata domethënë t'i bindim për problemin, ta informojmë për probleme të tjera. Ata janë fare mirë të informuar se çka po ngjet në Kosovë, rreth Kosovës, por ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë punën tonë që e kemi me pushtuar lirinë tonë. Kjo është e drejtë cilën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë dhe në asnjë rast dhe kurse nuk ja kanë mohu asnjë populli në këtë botë, e aq më pak janë duke ja mohuar kosovarëve. Pasi që bile përkundrazi aty ka dhe simpati se si ky popull deri tani ka qëndruar në këtë, domethënë me këtë sjellje, me këtë qëndrim të atij, duke mos u përgjegj dhunës me dhunë, por është kjo edhe në politikën amerikane, se edhe niset nga vlerat universale të humanitetit, që çdo popull ka drejt të vendosë për fatin e vet. Çdo qytetar në këtë botë ka drejt të shprehë mendimin e tij. Qytetarët kanë drejt të tubohen, qytetarët kanë drejt të shkollohen në gjuhën e tyre anëore. Prandaj nuk ka kurfar kolizioni kjo me politikën amerikane. Ne kemi egzageru, kemi shku deri në absurd, duke pritë se çka po thotë amerikanë, çka po thotë gjermani, çka po thotë italiani e tjera. Ne duhet shumë të kemi shumë të vëmendshëm se çka po thotë. Por nëse kalojmë në ekstremin tjetër se të redukohet tërë jeta jonë se çka po thotë politika ndërkombëtare ose diplomacia ndërkombëtare, ajo është të punu punën e vet. Fundi fundit qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare është që atje mos të ketë të lashe, të zgjidhen problemet në mënyrë paqësore, për atë edhe ne jemi, por edhe bashkia ndërkombëtare kërkon zgjidhjen më të lehtë që është. Ne duhet jemi ata që ta bëjmë me dije se kjo zgjidhje, kjo paqe nuk arrihet në korrizën e shqiptarëve, nuk arrihet në skllavërimin e shqiptarëve, në dhunimin e të drejtave të tyre. Me fjalë tjera, po du me thonë se çështja jonë është e drejtë, edhe mbasi është e drejtë, edhe deri sot unë nuk kam pasur në asnjë argument që nuk kanë të drejtë shqiptarët në këtë apo në atë, është puna jonë që këtë drejtë edhe ta realizojmë. Domthonë ekskluzivisht në atë parë varet nga ne. A mundesh me numëru 1 ose 2 argumente cilat do ta bindin Serbinë për me lëshu Kosovën? A ka ndonjë arsye Serbia me lëshu Kosovën? Tani po shihet për shkak të faktit se faktori shqiptar nuk është në gjendje të imponohet në atë mënyrë që ta detyroj Serbinë ta çojë Kosovën, vetëm nga dy arsye që thatë ju, ti përmendi që duken si triviale ose si të parancishme, po janë shumë të rëndësishme. Serbia nga Kosova plaçkit deri në 2 miliard marka në vit.
nga shqiptarët e Kosovës në mënyra të ndryshme, edhe Serbia tolerohet në Kosovë që të sillet në mënyrë komode aty, ne nuk po bëjmë çdo ditë protesta paqësore që t'ja bëjmë, t'ja vështërsojmë edhe qëndrimin e forcave policore të Serbisë aty, ose që ajo të detyrohet të efektivat e asaj të dyfishoj edhe të kushtoj asaj shumë, pasi që intimisht Serbia e din se e ka humbur Kosovën, por përderisa mundet me mbajtë dhe nuk e ka rezistencën aktive të shqiptarëve, natyrisht ajo do të qëndrojë si çdo kolonizator dhe çdo okupues tjetër. Sipas analitikëve ndërkombëtarë dhe sipas diplomatëve, ka gjasa që do të fillojë një iniciativë gjermano-amerikane për një zgjidhje të problemit të Kosovës. Ndoshta Serbia do të hapë shkollat, ndoshta Serbia do jep një farë lloj autonomie të zgjeruar, pastaj do të pranohet në OKB edhe në gjithë organizmat tjerë ndërkombëtar. E çka pas kësaj? Unë nuk jam profet të parashoj gjërat, jam prognoza, por unë e di, jam i vetëdijshëm për mandatin, së pari mandatin e qeverisë së Kosovës, që e ka atë mandat, është e mandatur atë që të bëj çka ajo mundet të bëj për të realizuar pavarësinë e Kosovës. Kjo. Sa i përket A mendon ti se po luhet shumë me këtë termin muri jashtëm i sankcioneve? Po kjo është një prej formave të presionit të Shteteve Bashkuara të Amerikës që bën në Serbi, duke ju kërcënuar me persistimin, domethënë me vazhdimin e këtij të ashtu quajtur murit të jashtëm të sankcione, i cili nënkupton ekskludimin ose përjashtimin ose mospranimin e Serbisë në disa institucione monetare ndërkombëtare, financiare, por që përkujtoj se Serbia nuk po thon kushtimisht nuk çan kokën fort për atë se a ka para, a s'ka para. Ajo do njëherë të realizoj ato qëllimet e saj kështu hegemoniste, ekspansioniste, ta kryj të pretendoj se e ka zgjidhur problemin e Kosovës, e pastaj thotë se gjithçka është në rregull dhe unë i nështrohem tani këtyre kërkesave të bashkisë ndërkombëtare. Kështu që ajo është gjë relative edhe sipas mendimit tim nuk është e mjaftueshme, është një masë paliative që me cilën nuk mjafton që Serbia të detyrohet të bëj këtë apo këtë qim. Përkundër, unë mendoj se bashkia ndërkombëtare i ka bë shumë koncesione Serbisë. Tepër koncesione i ka bë Serbisë lidhur me gjithat histori të agresionit të saj kundër popujve tjerë, në luftën e Jugosllavisë edhe në rastin e Kosovës. Vetëm edhe Serbia ka qenë shumë aktive për ta bindur botën se është për të bërë koncesione. Natyrisht se ka qenë aktive, se ajo ka pas edhe si tjetë aktive, ka trashëguar disa ton arsenalin e diplomacisë së Jugosllavisë, ton arsenalin e armatimit, edhe ton arsenalin edhe bagazhin e psikologjisë edhe ideologjisë mesjetare, edhe agresivitetit saj. Serbia nuk ka nxjerrë ende mësim nga psimet që ka përjetuar deri tani. A ishin protestat e studentëve dëshmia më e mirë për shqiptarët nën ish Jugosllavi, se po lëvizit diçka e gjithë bota i përkrash shqiptarët. Gjithë bota foli. Po, ne kisha ilustru këtë edhe me një shembull më konkret. Çka ka bërë për shembull politika e Kosovës, ne që kemi bërë që 7 vjet, domethënë duke vrapuar gjitha kancellaritë e Evropës edhe botës, duke trokitur, kemi bërë atë që kemi bërë. Por mjaftojnë një orë gjys një aktivitetit fuqishëm të studentëve që i drejtuan, si më thonë, e fokusuan vëmendjen aty me gjitha agjensitë botërore, lajmëronin, domethënë raportonin për Kosovën. Menjëherë Kosova u bë shumë e njohur, gjitha shtëpi televizive, gazetarët e tjerë. Domethënë, sensibilizimi u bë një sensibilizim i fuqishëm. Pse? Se jo vetëm shqiptarët, por tërë bota është e vetëdijshme se është një fuqi baroti aty. Kjo është edhe shpjegimi im. Domethënë, po them prapë, kjo është Kosova, nuk është më pas 1 tetorit Kosova është në një fazë tjetër të zhvillimeve. Do me thonë si përfundim në gazetari thuhet një fotografi barazi me 1000 fjalë, ju do thonë një protestë në Prishtinë barazi me 1000 konferenca shtypje apo jo? Po, prafërsisht ashtu. E hezitimit edhe
edhe mungesën e konsekvencës në punë. Kur të vendoset, kur të binë vendimet për mu bërë diçka, ato duhet bërë, dhe më thonë, duhet të punohet me konsekvencë. Nëse është rasti kundërt, atëherë do të dështojnë shumë gjëra dhe do ta marrin të poshtën. Në këtë kontekst është edhe fenomeni i mbledhjes parlamentit, që nuk u mblodh me vite, fenomeni i marginalizimit edhe obstruksionit të qeverisë të Republikës Kosovës, një krijim i një lloj amullie atje, domethënë një farë zbrapsje edhe pasivizimi të jetës politike në Kosovë, për cilën gjë edhe studentët mes tjerash, domethënë patën si pretekst të veprojnë ashtu si veprojnë, edhe puna e zgjedhjeve që janë të paralajmëruara deri në fund të këtij viti, domethënë deri në Krishtlindjen, nuk ka ende asgjë indikative aty se është u punu në drejtim. Domethënë është një fenomen i shtyrjes. Unë deri sot nuk shoh përpjekje që të organizohen ato zgjedhje. Ato ai fundi dhjetorit do të vijë sa ora, edhe ne do të gjendemi para një akti të krymë, por thotë se jo s'kan qenë rrethanat, jo mos ta provokojmë situatën, e tjera formulime për mua idiotike, domethënë kërkim të preteksteve. A do ishte më mirë të mos mbaheshin fare nëse deputetë e ardhshëm mendojnë përsëri të mos e mbledhin parlamentin? Jo, ato do duhet të mbaheshin shumë më herët. Për shkak të një testimi politik? Jo, se aty është shpëtimi jonë është vetëm në formimin edhe forcimin e institucioneve. Ne nuk mund të fitojmë me një bajraktar ose me një kryetar të fisit pavarësinë e Kosovës. Edhe ti mendon se zgjedhjet e lira edhe ju si kryeministër ose do t'ju shpallshin legjitim ose jo legjitim apo jo? Por mua është plotësisht irelevante se domethënë çështja domethënë personale, domethënë çështja e emrave, edhe mbi emra kush do të jetë ku. Nuk luan kurfar roli. Ne kemi kërkuar edhe përpara 2 herë zyrtarisht me letra që të lirohet qeveria që është në ekzil, të lirohet të formohet qeveri tjetër. Domethënë nuk asnjë nga ne nuk kemi pas as pretendime, as interesim që ta bëjnë një karrierë si qeveritar, por kemi kërkuar që të bëhet këtë drejtim diçka ose të formohet qeveria atje. Po për mu formuar qeveri, domethënë të duhet të formohet mas pari të mbledhej parlamenti, të bien vendime që ai parlamenti të bie. T'ju përkujtoj se ka shumë diskutime edhe shumë debate janë bërë në këtë temë, por ato vetëm kanë mbetë debatime edhe fjalë shterë, pasi që deri me ditën e sotit ne nuk e kemi as parlamentin, as qeverinë në Kosovë. Po, njerëzit po thojnë letë ka kryeministri prej Evrope me na dhon leksione politike. Çka do thoshe ti? Po varet kush si i merr gjërat, për shembull, mund të mirët se edhe i ka lehtë. Po, me një pikë se nuk i ka policë të Miloševićit për shembull aty në Evropë. Mirë po, qeveria nuk ka dalë për qef atje. Ka dalë me një detyrë e cila ju ka caktuar, domethënë është e mandatuar që edhe vendimi është për atë që ajo të punojnë nga jashtë. Kjo është një, edhe dyta qeveria ka qenë e gatshme të kthehet po ashtu në Kosovë, kur të kërkohet nga ajo, kur të kërkohet nga instancat edhe nga institucionet që janë kompetente ta binë këtë vendim. Do më thonë ti je i gatshëm me u kthy në Kosovë nëse të bëhet thirrje? Po. Pa asnjë frikë? Pa asnjë hezitim. Aktualisht janë protestat e studentëve ato që e kanë nxjerrë opinionin ndërkombëtar, opinionin shqiptar. Ti si vlerëson këto protestat studentëve? Unë vlerësoj si shumë pozitive për disa arsye, pa pretenduar që të bëj tash një analizë të thuktë të këtij fenomeni, por mendoj se ato patën përkrahjen e fuqishme, ishin një zë i fuqishëm i studentëve drejtuar opinionit ndërkombëtar, bashkisë ndërkombëtare se në Kosovë ekziston një popull i cili në fund të këtij mijë vjeçari lufton për të drejta më së elementare dhe legjitime, për të drejtën për me u arsimu, me u shkollu në gjuhën anëtare. Ishte po ashtu një opinion edhe një vërejtje bashkisë ndërkombëtare se Kosova po ashtu mbetet si një problem, si një fuqi barote e cila mund të aktivizohet në çdo moment pa
fajin e shqiptarëve, po ashtu ju bë vërejtja se për këtë gjendje të rëndë është përgjegjës regjimi kriminal fashist i Beogradit, i cili dhunon një popull mase 2 milionësh për ideologji të tij mesjetare. Është një lëvizje, një fenomen që është në rrjedhat historike, jo ahistorike, dhe është treguar si këto protesta kanë treguar se studentët janë me të vërtet në nivel shumë të lartë, janë të fortë, janë të vendosur dhe prezentojnë dhe i përfaqësojnë interesat e mirëfillta të popullit nga xhirit cilit kanë dalë ata, dhe po ashtu është edhe një vërejtje, një mesazh i fortë në formë të vërejtjes të faktorit politik në Kosovë, të kreut politik në Kosovë, që të mendohet edhe të veproj si duhet në këtë frymë. A mendon ti se këto protesta duhet vazhdojnë? Po, unë mendoj se duhet vazhdojnë. Edhe ato me njëherë, pa ndërprerje. Pavarësisht nga pasojat. Çfarë pasoje po mendoni? Mos po mendoni për këtë... Rugova thot që do na vrasin, do na mysin. Jo, nëse mendoni se me këtë do të acarohet situata, ose do të provokohet situata, si është bërë mod të thuhet, protestat paqësore të studentëve për një drejtë të tyre të patjetërsueshme nuk e acarojnë gjendjen në Kosovë, por po e acaron Beogradi gjendjen në Kosovë me dhunën që po ushtron aty. Prandaj adresa për acaruesin është regjimi kriminal i Beogradit, jo studentët. Edhe këto nuk ndalen edhe nuk duhet të ndalen këto protesta, se është drejt elementare e njohur me gjitha kartat ndërkombëtare, me konventat ndërkombëtare, se çdo popull ka drejt për këto kërkesa, por edhe ka drejtën e tubimit, që ju përkujtoj në deklaratën e përbashkët të Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe të Bashkisë Evropiane, në të cilën dënohet ushtrimi i dhunës nga ana e policisë Serbisë ndaj protestuesve, domethënë në Kosovë, dhe kjo nuk tolerohet dhe kërkohet që të mundësohet e drejta e tubimit. Prandaj kjo është po ashtu, edhe kjo është një mesazh, cilën tjetër është ne apo dojmë ta kapim këtë mesazh apo jo. Pavarësisht nga mesazhet, ne gjithë e dimë se rrugë tjetër nuk ka përveç se ne të luftojmë për drejtat tona. Për tani po luftojmë, po bëjmë çmos që të luftojmë në mënyrë paqësore. Ne dham prova se në mënyrë civilizuese dhe paqësore i bëmë këto protesta. Përgjegjja ishte dhunë e egër, e shfrenuar dhe barbare. Natyrisht asgjë tjetër nuk u prit nga policia e Serbisë. As studentat nuk kanë dalë me iluzione se duke dalë para, duke u ballafaqur me policinë serbe se do ta mshiroj atë t'ju lejoj hapjen e universitetit. Por ky ishte mesazh bashkisë ndërkombëtare. Prandaj e gjithë kjo praktikisht e hedh poshtë kategorikisht tezën se shqiptarët po acarojnë situatën. Lëvizja shqiptare domethënë për ta pushtuar lirinë nuk është acarimi i situatës. Edhe është interpretim idiotik të thuash se ne po acarojmë situatën. Shqiptarët nuk po acarojnë situatën. As Rugova nuk po thotë se shqiptarët po acarojnë situatën. Rugova ka hezitime se mos me këtë ndoshta po acarohet situata. Prandaj edhe kjo duhet të diskutuar, duhet të sillen argumente. Nëse thuhet se acarojmë situatën, ku janë argumentet që do të acarohet situata? A ju kalon për shtypje deklarata e fundit e State Departmentit Amerikan, ku thuhet do të luftohet për zgjidhjen e çështjeve të Kosovës, jo çështjes të Kosovës? Po, mas pari t'ju them se deklaratat nga çarqe diplomatike, këto janë deklaratat të diplomacisë të një shteti, në këtë rast të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ato janë, domethënë, deklarata të Bujar Bukoshi jeni kryetari i qeverisë të Kosovës, po unë personalisht ju kam pa disa herë në për intervista, po nuk e di me çka jeni marrë para se të bashit kryeministër. Jam marrë me mjekësi, me profesion jam urolog, kam punuar përpara në klinikën kirurgjike
në Prishtinë, si urolog, dhe pas kësaj, pas vitit 89, jam aktivizuar, thosh, në politikë, dhe kjo është ajo aktivitet im përpara më. Pse i hyt politikës kur ishit mjek specialist, kishit një jetë normale, pse i hyt këtyre të lashëve të politikës? Ne u detyruam të futemi në politikë, pasi që, si thot një proverb, nëse ti nuk merresh me politikë, politika merret me ty. Gjithçka është politikë në jetë, por nga ana tjetër edhe gjendja e rëndë e popullit të Kosovës, popullit të shtypur, na shtyri që të aktivizohemi në këtë fushë. Një grup intelektualës që e aktivizoj mekanizmat thënë politike, njëherë me para kësaj me të ashtu quajtur në apel të intelektualëve, pastaj me formimin e partisë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti më e madhe, më masive. E përmend apelin e intelektualëve, pse nënshkruan aq pak intelektual këtë apel ku ban të thirrje që ajo cop autonomie të mos zhdukej? Si e shpjegon këtë? Nuk pretendoj të kem ndonjë shpjegim ku më di se çfarë, por ishte ai një veprim ad hoc, domethënë aty për aty disa intelektual nënshkruan, disa prej nesh i mlodhen atë nënshkrime, dhe nuk ishte tendenca që të bëhet një numër spektakular, një numër i madh, por vetëm të tregohet, të jepet një mesazh nga qarqet intelektuale se ata nuk pajtohen me atë gjendje që mbretëronte atëherë. Kur u majt mbledhja e parë, domethënë themeluese e Lidhjes Demokratike të Në dhjetor të vitit 1989, ajo u formu me 23 dhjetor. Sa veta ishit? Ishit shumë? Ishim grupi iniciativë ishte afro 10 veta, por pastaj u formu edhe në mbledhjen e themeluese, u formu edhe kryesia, u zgjodhen njerëzit, edhe kryetari u zgjodh. A kishit problem për gjetë një njeri që do të pranonte postin e kryetarit? Mendoj se jo, nuk ishte problem, edhe propozimi ishte që për këtë të lutet Ibrahim Rugova ta marrë këtë detyrë, nuk ishte askush kundër. Po pastaj fillon ndjekjet. Pastaj filloi aktiviteti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo parti kishte përkrahjen dhe mbështetjen e fuqishme të tërë popullit të Kosovës, në një mënyrë kështu shumë rapide u masovizu. Domethënë thuhet se numri kaloi mbi 700.000 antar, edhe praktikisht me një shpejtësi trofeshme i shkatroi gjitha ato struktura të kaluara, domethënë edhe lidhjen komuniste të Kosovës, edhe nga lidhja socialiste e popullit punues atëherë praktikisht e kaluan gjithë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, u regjistruan, ishte domethënë një parti popullore në kuadër të një lëvizje popullore për çlirim, dhe ashtu edhe konsiderohej. Para se të ikshit në perëndim, çka ndodhi me juve në Kosovë? Unë në perëndim nuk kam ikë, mas pari, por në tetor të vitit 91, Këshilli Koordinues i Partive Politike vendosi që të formohet qeveria. U vlerësua se ajo qeveri nuk ka mundësi të veprojë në Kosovë, dhe vendimi ishte që kjo qeveri të veprojë nga ekzili, nga jashtë. Ky ishte vendim, domethënë, vendim i Këshillit Koordinues të Partive Politike. Po mirë, po pse ju kidnapun atëherë shërbimi sekret serb? Ajo ishte në kuadrin e intimidimit, të friksimit të udhëheqësve të atëhershëm, të asaj prominence të them ashtu politike të këtyre intelektualëve që punojshin të paepur dhe me përkushtim për çështjen e drejtë. Ishte një epizod në kuadër të represionit masiv dhe të përgjithshëm kundër popullit shqiptar. Ku ndodhi kjo edhe si ndodhi? A mundesh me na shpjegoj pak? Po ishte një kidnapim klasik nga policia sekrete. Në rrugë, në para banesë? banesës time. Edhe Duke shkuar në banesë time, para shkallëve të banesës time, në kidnapun. ku ju dërguan? Futën me një veturë edhe më dërguan me një vend të panjohur, nuk di se kam dërguan, mbajtën tërë natën. Edhe ajo tjetra
besoj se mund ta imagjinoni, është po ashtu në atë arsenalin e policisë sekrete, duke kërkuar informata, pyetje, me kënë punoj, ku punoj, çka është puna ime. Edhe në fond pjesa tjetër, kërcënimet fuqishme se të më zhdukin ose e tjera. Unë mendoj se kjo është gjëra të njohura që mendoj se nuk e vlen të riprodukohen tani, për mos më ra se ku më di se çfarë heroizmi, ai nuk ishte heroizmi im, ai ishte dhuna policore. Edhe unë nuk isha i vetmum krejt këto ngjarje në zhvillime. Me mija tjerë u burgosën, u rrafën, me qinda u vranë. A jo në pyet njerëz për para teje që të pranonin postin e kryetarit të qeverisë? Po, më duket se janë pyet, por asnjëherë nuk jam marrën me këto si të them, me background të aty në zhvillimeve ose prapas skenës, ose për shkak se nuk kam qenë fort i interesuar unë kam qenë ekskluzivisht i interesuar që t'i kryjmë punët tona edhe pa rezerva, pa kurfar kalkulimesh. Kjo ka qenë prej fillimit si një vijë e kuqe e kredosimit politike dhe veprimit tim. Po këto 7 vite të përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës për pavarësi, atë kanë bindë se gjithë njerëzit kanë qenë të vetëdijshëm dhe kanë pas për imen pranimin e posteve, apo mos një palë? Si çdo lëvizje, si që ishte lëvizja jonë kolosale, i ka dhe aspektet e tjera edhe anën e tjetër të medaljes. Njerëzit nuk janë njësoj, koha e bën të vetën, edhe veprimet e kundërshtarit e kanë bërë të vetën, kështu që ajo duhet edhe të merret parasysh, se njerëzit nuk janë njësoj edhe reagojnë në mënyra të ndryshme, në situata ndryshme, në sfida të ndryshme, edhe në momente të vështira. Edhe pikërisht aty është ajo që njerëzit sprovohen, japin provimin ose nuk japin provimin para këtyre sfidave. Ku ka ndodhur plasaritjet e para pas ikjes tënde ose pas largimit tënd nga Kosova, mes teje personalisht si kryetari i qeverisë edhe disa individëve në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po këto plasaritje që i quheni ju, ose fërkime, ose ndoshta mosmarrëveshje të vogla atjera, mund të quhen si doni, kanë filluar një vjet pasi që e mora në funksionin tim, pasi që, sipas interpretimit tim natyrisht, që filloi një fenomen i ngatrimit të disa kompetencave, ose pretendimit të një partie të madhe, siç është Lidhja Demokratike, duke rezonuar me klishe të vjetra, që pretendonte se praktikisht pushteti ose edhe ekzekutiva duhet të jetë në dorë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për shkak se ajo na qenë ka partia më e madhe, që në vërtetë edhe ishte. Edhe në këtë vijë unë pa ta kundërshtuar, natyrisht në formë interne, jo publikisht, që nuk bën të ngatrohen këto punë. Edhe si duket aty mu pa për të madhe se nuk jam në vijë. Kur e pa që nuk ishte efekt, atëherë fillova dhe ti deklaroj ato dhe publikisht, edhe mes tjera që ishte edhe një intervistë në Patalan atëherë në Rilindjen, si në Bujkun. Ajo më desh kaktoi edhe një pakënaqësi, po them se si që u interpretu si gjëja një farë si rebelimi i kryetarit të qeverisë. Nga ajo filloi, por nuk pati marrë për masa të mëdha ajo, pasi që Rugova ishte në gjendje atëherë në atë kohë që ti amortizonte dhe ti ulte gjakrat, si të them. Ishte një epizod ajo, domethënë. Pastaj vazhduan disa ofenziva tjera kundër qeverisë, të cilat nga ana e qeverisë nuk patën farë reagimi apo demanti e tjera. Por nga aty filloi, them. A do të thoni ju se qeveria pranoi vetëm formalisht nga ata që e kishin zgjedhur qeverinë?
po ishte tendencë që të trajtohej ashtu, apo ndoshta edhe prej fillimit ka qenë ajo është paramenduese ta formojë një qeveri sa për formë, domethënë si kartë politike, që bota ta shohë se kemi një qeveri, por u pa, mandej filloi të shihet se dikush nuk e ka për një mend. Të shprehem ashtu. Edhe kjo u ndesh natyrisht më njëherë me parimet e mia edhe me vendosmërinë time që mos ju kemi hyrë këtu në punë, duhet t'i çojmë deri në fund me të gjitha ato mundësi dhe atë potencial që e kemi. Edhe aty ishte, domethënë, po tham një fërkim. Domethënë, me këtë duhet të them se gjithçka ka filluar gradualisht, nuk ka pas asnjëherë deri sot një eklat, domethënë një disens ose një plasje ose një ndeshje mes të qeverisë ose Lidhjes Demokratike të Kosovës ose politikës edhe ekzekutives, asnjëherë. Por kjo ka shkuar me një formë latente, me një formë të larvuar, edhe bilen ndonjëherë mendoj se më mirë do të ishte, ndoshta kishte më qenë sikur të kishte një ndeshje më të mirë, kështu, edhe të uleshim edhe të sqaronim gjërat edhe që ta krijonim një unitet vërtet, jo unitet rrajshëm. Po, thoni një ndeshje më e mirë, po nga ana juaj në për gjitha deklaratat shihet se ju keni dalë në fushën e mejdanit. Jo, nuk ishte, as nuk është koha që të bëhet një fushë e mejdanit brenda shqiptare, e mendoj unë, por nga ana tjetër mendoj se nuk do të kultivohet një unitet i rrejshëm, sepse ai unitet i rrejshëm i takon kategorisë së hipokrizisë politike, po edhe ka të bëjë me etikë, me moral. Prandaj ajo është e papranueshme në lëvizje të tilla të mëdha, po them, është gjë shumë luksoze për ne. A mendon ti se një krah politik në Kosovë e ka përdorur qeverinë vetëm si një farlloj ose ka tentu ta përdorë si një lloj porezniku, ta grambledhsi, mbledhë 3%, dërgon apare edhe natën e mirë? Po atë unë edhe kam thënë në disa intervista se ishte ai trendi, domethënë tendencë dikuj a me qëllim a pa qëllim, nuk do të shahim atutje, por sikur të redukohet funksioni i qeverisë në ekzil në funksionin e qeverisë si arkatar, për shembull. Domethënë, ose që thoni ta grambledh, me mbledh tolla dhe me dërgu tolla. Ajo natyrisht është një funksion shumë i rëndësishëm këto rrethana tona, por me kaq nuk përfundon puna e qeverisë, edhe me kaq nuk përkufizohen kompetencat e qeverisë. Kam dëgjuar nga disa kanale, nga njerëz që kanë qenë bashkë me ju edhe me presidentin Rugova në vizita në vendet ndryshme të Evropës Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fare në fillim, se ju jeni paraqit më radikal para tujve edhe kjo është arsyeja që Rugova nuk ju ka marrë më në delegacion. Pse jeni radikal? Varet çka kuptoni ju me radikal. Nëse ju me fjalën radikal kuptoni një fenomen se nëse ju tani mi grabitni parat nga xhepi, parat e mia, unë do të jem shumë radikal që ti marr ato para prapë se mund më takojnë mua. Domethënë, është fjala për të drejtën e dikujt. Nëse flitet se populli shqiptar po i kërkon drejtat e veta legjitime dhe është radikal pse po i kërkon, atëherë nuk është fjala për radikalizëm, atëherë ngatrohen gjërat. Natyrisht unë jam mundu të jem më i zëshëm, edhe shumë më i zëshëm, që në kërkesat tona, edhe në bisedat me diplomat, me shtetar, me organizmat ndryshme, me përfaqësues të organizatave, qofshin qeveritare, që në mënyrë të qartë, të thjeshtë, në formën e si funksionon logjika nga perspektiva e logjikës së perëndimit, të botës perëndimore, që të thuhet, të prezantohen problemet tona, kërkesat tona, në formë shumë të qartë, pa ekvivoke, edhe pa kurrfarë figura stilistike. Kjo ndoshta edhe nga backgroundi i profesionit tim, sepse në profesionin tim kirurgji nuk mundeni me qit fallë. Ju duheni me konstatu diagnozën, me prezantua diagnozë edhe me kërku terapin, domethënë mjekimin, si të mjekohet pacienti. Natyrisht nuk mund të krahasohen, nuk mund të identifikohen gjërat njësoj me këtë logjikë, por
kam kërkuar edhe sot e kësaj dite flas me një gjuhë të qartë, ose mundohem të flas me gjuhë të qartë, që kërkesat tona edhe mesazhi i udhëheqësve tanë, pasi ne po pretendojmë se jemi udhëheqës edhe po prezantojmë popullin ose e kemi atë mandat që ti prezantojmë edhe ti realizojmë kërkesat e popullit tonë, atëherë duhet fol, duhet shkruar, duhet kërkuar qartë, pa ekivoke. Ai mesazh duhet jetë i qartë, se bota nuk ta merr mesazhin. Ai natyrisht nga ana tjetër mesazhi duhet jetë edhe i fortë. Mesazhi duhet të dihet edhe si t'jipet. Domethënë sipas gjitha kautelave që i kërkon perëndimi. Këtu kam parasysh edhe mass media, kam parasysh marketingun politik, gjitha ata faktorë që domethënë që do të kërkonin kohë të numërohen tani. Kjo është ajo. Domethënë kemi bëj me natyrën ose tipin e një njeriu. E njeriu është krijesë shumë e çuditshme, edhe ndryshojnë njerëzit me zveti. Nuk ka të keqen këtë, se dikush i thot në mënyrë shumë të qetë, nëse doni zoti Rugova i prezanton gjërat në mënyrë shumë të qetë, me një flegmë shumë kështu të respektueshme, me këtë ai ka kriju edhe një imazh të caktuar si një politikan i cili është i moderuar, por nga ana tjetër ka qenë në atë kohë një kombinim për të cilin edhe vetë Rugova, domethënë biseda me të, thoshte se është mirë, se kështu në mahi se mirë, ti e ke bujar mirë, ti po jep nxehtë, unë e ftoft edhe aty dikun jemi. Domethënë një farë si simbioza ashtu, për atë kohë ajo ka qenë simpatike, domethënë edhe pranueshme, por për një kohë, jo për deri në pafund. Unë mundoha ta shpjegoj këtë, domethënë ishte fjalët e radikalizmit. Kur erdhi momenti që ishte jo simpatike? Po që ju ma nuk kultu të bashkë? Është një proces i gjatë ky që ka kriju edhe rrethana të ndryshme. Ashtë personalisht Rugova apo njerëzit rreth Rugovës që krijuan këtë muri kinez mes teje dhe Rugovës? Nuk ka muri kinez mes askujt, por ka diskomunikim. Po pse nuk komunikoni ju bashkë? Kryetari i qeverisë me kryetarin e Republikës? Ne kemi komuniku edhe në një mënyrë komunikohet, po jo në mënyrën e duhur, edhe unë kam thënë publikisht se ky komunikim nuk mjafton, ose është një diskomunikim i cili duhet korrigjuar, edhe nuk ka të keqen atë që kërkohet ose identifikohet një problem, edhe mund t'ju them, pasi që nuk është, si më thonë, zoti Rugova sot këtu, që bisedohej kjo aty për aty që të kërkohet një pjesë e përgjigjes këtë pyetje nga zoti Rugova, edhe mendoj se nuk është korrekte që tani të krijoj këtu antagonizma në këtë intervistë time dhe të akuzoj një palë, nuk kam prirë për atë, por sa i përket me unë mund t'ju siguroj se edhe në emën tem personal, po edhe në emën qeverisë, na kemi tregu gjithmonë gatishmëri që të ulemi, të ballafaqohemi me problemet, të shëshojmë problemet, edhe më të fuqishëm. Edhe të qarqeve fuqive të mëdha, them ashtu, në rand të parë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se Kosova duhet zgjidhur në këtë mënyrë, duhet zgjidhur në bazë të vullnetit politik të shqiptarëve, cilët e kanë artikuluar ato fara qartë. Që 5 vjet, 6 vjet, ju si klasë politike e Kosovës keni thonë që bashkësia ndërkombëtare e përkrah politikën tonë, është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Është e vërtetë se po ka edhe të tillë që kanë dhënë sinjale dhe kanë tërheqë vërejtjen se nuk është ashtu si ne po ja prezantojmë vetvetes, ose nuk është ashtu si ne po ja bëjmë qefin vetvetes, ose si ne po na kënda, por bashkia ndërkombëtare asnjëherë deri sot në asnjë moment nuk është prononcuar për pavarësinë e Kosovës. Domethënë ata që kanë deklaruar këtë na kanë rrejt? Unë nuk e kisha formuluar as pyetjen ashtu, po edhe përgjigja nuk mund t'jipet në këtë frymë të pyetjes suaj. Kanë bërë një rënd diplomatike të mençur. Thuhet se edhe në politikë duhet me rrejt. Thuhet se në politikë rrehet. Deri në çfarë mose? Po rrehet, thuhet po ashtu se rrana në politikë është sikur biberi kur e qetni me një gjell për me ia dhënë një shije gjellës, mirë po nëse ju atë enë me gjellë e mushni me 2 grushta biber, atëra e gjellë nuk ha. Domethënë e ka edhe masën e vet. Domethënë bëhet rran për domethënë një prezantim tjetër, rran politike ose një ashtu
për me fitu kohë, për me fitu një oportunitet tjetër, por gjithmonë e programume ajo që për të arrijë efektin, por jo ajo të bëhet per se, vetëm për me u bo ashtu, ajo atër quhet manipulim. Manipulimin politik është i damshëm, edhe kthehet si bumerang. Dhe më thonë, ndëshkohet ai që e bën atë manipulim. A mendon ti se protestat e fundit studentëve dhe në përgjithësi të shqiptarëve të Kosovës janë një farë lloj bumerang në politikën shqiptare? Po, mendoj se po, se këto proteste po ashtu kanë qenë një leksion politikës shqiptare, klasës politike, udhëheqjes politike, establishmentit po thënë politik, se ju dini se nga natyra studentët janë kundër establishmentit, ka definicioni. Kjo ka qenë një leksion edhe një mesazh shumë i fortë, një mesazh i fortë që të mendohet edhe për këtë. Unë personalisht kam dëgjuar edhe deklaratën e presidentit Rugova, i cili ka bërë thirrje për shtyrjen e protestave të studentëve. Deklaratë e cila në opinion ka sjell dilema në opinionin bashkë shqiptar, dhe natyrisht po takosha me te do më interesonte të dija në rast se presidenti ban thirrje për shtyrje dhe populli tregohet i padëgjueshëm. A do jetë ky i Zotit jap dorëheqje fill pas këtij moslegjimi të popullit, ndërsa për ju si kryetari i qeverisë e kam këtë pyetje. Ju dolet në përkraje të protestave. Po çfarë mekanizmi mbrojtës keni për studentat e Kosovës? Ju e dini se unë, domethënë për qeveri, publikisht i kam përkrahur dhe i kam shtetur protestat e studentëve të Universitetit e Prishtinës. Ato protesta e kanë meritu përkrahjen e gjithkujt, edhe fundi fundit ato edhe dhanë, domethënë provë se janë të drejta edhe patën përkrahje masive nga gjithë populli i Kosovës. Pyetjen që e shtruhet ju nga, domethënë me rezonim perëndimor, natyrisht se në shtetet perëndimore dhe në shoqëritë perëndimore, pushtetarët ose funksionerët cilët domethënë cilët duhet të tërheqin konsekvencat nga veprimet e atyre politike, ata edhe e bëjnë këtë punë. Ne jemi me një gjendje tjetër, mendoj se fenomeni që para fillimit të protesta studentëve, para një tetorit, 2 ditë përpara, 3 ditë përpara, fare shkurt të krijohen ato hezitime edhe tipën mesazhe të një mos uniteti rreth pozicionimit për këto protesta, mendoj se politikisht ka qenë shumë të gabuara, ka qenë damshme edhe të palejueshme. Nga ana tjetër, fakti që studentët nuk e ndëgjuan askën, edhe këto e dhanë atë mesazh të fuqishëm në rend të parë bashkisë ndërkombëtare, ato ishin të adresuara në këtë adresë, tregojnë se edhe politika duhet të mendojë mirë edhe të përmbledhet, pasi që krijohen edhe asociacione në disa kohra jo shumë të hershme. T'ju përkujtoj edhe në demonstratat e studentëve të 81-shën, të vitit 81, kur ato karakterizoheshin e dim nga kush si kontrarevolucionare ose e tjera, se si, domethënë, kategorizoheshin studentët edhe në lëvizjet masive të studentëve, edhe të gjithë popullit të Kosovës në vitin 88-89, kush ishte ai që nuk pajtohej me këto protesta studentëve, edhe është mjaft për të menduar se si me atë klishe tani ka, nuk ka qëndrime unike, dikush është për protesta, dikush jo, po shumica ishte për këto protesta. A mendon ti se ai jazi i krijuar mes teje dhe presidentit i ka dhënë një farë mënyre forcë klanit politik të Kosovës para vitit 90, që ta ndrojë edhe një herë ta merr pushtetin në Kosovë? Nuk ka pushtet në Kosovë. Kosova është e okupuar. Askush nuk e ka pushtetin në Kosovë. Po që ta merr. Ndoshta Bashkia Ndërkombëtare dhe Serbia do gjejnë një zgjidhje, do japin një copë autonomi. Jo, edhe në politikë, edhe në lëvizjet politike, atë hapësinë të cilën ti nuk e pushton tjetri, ose krijohet vakumi në cilin livadhisin të tjerët. Kjo është postulat i vjetër në politikë. Por
unë prapë po kthehem këtë leksionin e studentëve, cilin ne duhet të nxjerrim mësim nga ky leksion. Ai është po ashtu edhe mesazh edhe kreut politik të Kosovës, po them edhe qeverisë, pse jo, që ishte ai edhe një reagim që të përmlidhen edhe politika, domethënë edhe paria, që diçka nuk është në rregull, se një qëndrim, një politik me një pozicionim të zbrapsjes absurde nuk tolerohet. Edhe këtë e treguan studentët. Ata dolën, si më thonë, në skenë. A ishte një farë lloj gjunahu që për shembull udhëheqësi studentëve i Unionit Pavarur, Bujar Dugulli, cilej para pozicionit që të prononcoj edhe të thoshte që kërkesat tona do të ndalen me universitet, po do vazhdojnë me pavarësi, në vend që kjo pyetje t'i parashtroi kryetari i qeverisë dhe kryetari të Republikës. Po në rend parë kjo është punë cilën do të duhet ta kryente politika. Mirë, por nga ana tjetër ne e dim se tani për tani studentët ishin të përqendruar në kërkesa shumë specifike. Domethënë ishte një temë specifike shkollat, e drejta elementare e nxënësve dhe studentëve shqiptarë për të mësuar në gjuhën e tyre anëtare. Nga ana tjetër, studentët po ashtu si pjesë e shoqërisë kanë drejt edhe kjo ngjan që të involvohen edhe në rrjedhat e asaj shoqënie, domethënë edhe të determinojnë disa kahje të atij zhvillimi. Domethënë, ne nuk mund ta përjashtojmë dhe nuk mund të parashojmë se nesër pas nesër, edhe nëse zgjidhet, domethënë me fat puna e shkollave, po ata studentët do të bëjnë kërkesat natyrës tjetër, domethënë kërkesa që të solidarizohen edhe me po e zonë me minator. Domethënë, ata janë pjesë e shoqërisë, ata janë po ashtu, ata janë të interesuar se çka do të bëhet me atë shoqërisë, ata janë ajo gjenerata e cila do ta marrë edhe përgjegjësinë, po edhe do ta dizajnoj ardhmërinë e saj. Tani po afrohemi tek dhjetori, ku është muaji i fundit, afati i fundit për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në Kosovë. A duket e çuditshme përgjigja kur e dëgjon nga udhëheqës politik të Kosovës kur thonë që po do të kemi parlament, po kur do të kemi? Shumë gjana në këtë pikë kanë marrë, po them, të pozën në këtë pikë, pasi që edhe në fillim të kësaj bisede përmenda fenomen që bëjmë disa qëndrime ose vendime të cilat mandej në mënyrë konsekvente duhet të realizohen. Këtu është si mos mendimit tim një pikë ose një defekt, nëse doni, që Zoti Rugova nuk ka qenë i gatshëm që kështu në formë, si më thonë, në formë ma rezolute të bien vendime, por ai ka pas ma shumë prirje që gjanat të shkojnë kështu ma shumë të relativizuara dhe të ketë vend për gjithë e tjera. Dhe këtu ka qenë edhe një mos pajtim në këtë farë taktike. Apo ndoshta njerëzit këshilltarët e Rugovës thonë se kryeministri është arrogant. Ajo është temë tjetër, se gjithmonë për rreth çdo kryetari edhe për rreth çdo kryeministri, për rreth çdo pushtetari gjinden njerëz, është kategori e njohur e njerëzve të cilët për interesa tjera më të ngushta, edhe interesa meskine, bëjnë çmos, domethënë që në atë kuadër të një kamarile të udhëheqës të marrin role të ndryshme për ato interesa, po them, më shumë egoiste ose grupore, që mandej zhvillojnë ato teorinat e tyre edhe natyrisht edhe intrigat. Ka gjithmonë aty. A duket ty cirkus presidenti me urtu pa kryeministrin, pa kryetarin e qeverisë në vendet perëndimore? Jo, nuk më duket. Është cirkus politik? Jo, nuk më duket që është cirkus politik, është e drejta kryetarit që ai të vendos me ken dëshiron të formojë delegacionin, ai e cakton delegacionin. A do ishte më mirë që të ishte edhe kryetari i qeverisë në delegacion? Mund të ishte më mirë, nuk e përjashtoj atë mundësi, por nuk kisha me qenë ekskluziv, tash më thonë se ka qenë dështim pse ai është taku vetë, se edhe ai din punët e vet, edhe ai është gjendje me prezantu në atë mënyrën e vet, po them. Mendoj se kishte me qenë ma mirë, po t'ishim... Do ishte ma serioze, po? Po, mendoj se po. Jeni akuzu për jo kryeministri është i pasur, jo ka vila, jo ka bazen, jo endet me aeroplan privat, më thash, a janë të vërteta këto, a jeni kaq i pasur? Nuk është e vërtetë se jam i pasur,
Dhe asgjë nga kjo nuk ka të vërtet, nuk kam vile, as nuk jam duke i shfrytzuar ose abuzuar, domethënë keq përdor parat që i jep populli i Kosovës, që japin njerëzit tanë që punojnë me mund, kursejnë me mund, edhe japin para për me i dërgu në Kosovë, edhe për punë të tjera, por jo për pasurin privat ose për t'i plotësuar disa nevoja të mia private. Kjo vlen për mu, por kisha me thonë, dua të them se kjo vlen edhe për çdo antar të qeverisime. Fondin e qeverisë të Kosovës 3%, a keni mendu ndonjëherë me shëndru në buxhet të shtetit? Kemi bisedu edhe me zotin Mustafa, ministrin për financa. Ajo është, si me thonë, një prekursor i buxhetit të shtetit të Kosovës, por parakush për këtë është natyrisht që të formohet shteti i Kosovës, domethënë mbas para ta arrijmë pavarësinë e Kosovës e pastaj ta bëjmë edhe buxhetin e Kosovës. Kjo është vetëm një prekursor, një zavendësim i buxhetit të Kosovës me mundësira shumë të kufizuara. Si do të arrijmë këtë pavarësi? Me çfarë mekanizmash? Çfarë mekanizmash keni kriju ju si kryeministër gjatë këtyre 6 viteve që të arrihet pavarësia e Kosovës? Ne kemi deklaruar pavarësinë e Kosovës, kemi deklaruar Kosovën si të pavarur, kemi kushtetutën, edhe duhet punohet në bazë të kushtetutës që të arrihet ajo pavarësi. Procedura si është, njerëzit ulen, e peshojnë këtë punë si të arrihet kjo, si çdo objektiv kur dëshirohet të arrihet, bien vendimet politike, domethënë përgjegjja në pyetjen tuaj është politika e vendos për rrugët dhe mënyrën e arritjes së pavarësisë. Kjo politikë pastaj kërkon nga krahu ekzekutiv i saj, që është qeveria, që këto t'i realizojë. Domethënë ja jep një detyrë asaj që ta bëj këtë punë. Ti se ke marrë atë detyrë? Atë detyrë e kam, por shumë gjëra nuk janë punuar në mënyrë konsekvente në bazë të kushtetutës. Kemi mbet në deklarimin e pavarësisë së Kosovës. Jemi përpjek të arrijmë këtë pavarësi. Ju e dini se kjo rruga për të arritur kjo pavarësi është deklaruar si rrugë paqësore, domethënë jo violente, pa përdorim të dhunës, edhe deri tani kemi arrit disa rezultate të cilat janë të pamohueshme, por që nuk mjaftojnë për pavarësinë e Kosovës. Këto janë ndërkombëtarizimi i çështjes së Kosovës në një grad dhe mbajtja e organizimit po ashtu në një grad të popullit të Kosovës në forma të ndryshme, me të ashtu quajtur sistem paralel në disa sfera, ma të suksesshëm, në disa tjera ma të pasuksesshëm, në disa tjera që mungon. Nuk duket një çik si e çuditshme që Serbia më njëon është një shtet fashist që ka okupu Kosovën, në anën tjetër po të lejon krijimin e sistemit paralel. Si spjegohet kjo? Kjo është në interpretimin tim spjegohet pjesërisht. Edhe nuk mund të spjegohet, edhe nuk mund të jetë plauzible në tërësi, domethënë nuk mund të jetë e bindshme për atë bashkëbisedues që ju domethënë në hipotetik, them ashtu, për shkak se me definicion Kosova është e okupuar. Domethënë është e robëruar në një gjendje okupimi, kundërshtari jonë, regjimi i Beogradit është duke ngulfatur, është edhe duke tentuar që të mbyt çdo tendencë për çlirim edhe ndarjen nga Serbia. Kjo është realiteti. Faktori shqiptar, domethënë shqiptarët e Kosovës nuk kanë mundësi që në mënyrë efektive t'i kundërvihen kësaj. Nuk kemi një ushtri të fortë, nuk kemi armatim të fortë, nuk kemi aleat të fortë, domethënë edhe kjo është ai raporti, domethënë raporti i forca. Prandaj edhe shqiptarët domethënë kanë vendosur që në mënyrë paqësore të përpiqen
që duke sensibilizuar edhe opinionin ndërkombëtar edhe faktorin ndërkombëtar, domethënë shtetet e bashkësisë ndërkombëtare që janë me ndikim, që ato të ndërhyjnë, si më thonë, të ndërhyjnë edhe të bëjnë presion në kundërshtarin tonë. Kjo është ajo skema. Mi po si po shohim gjithë, edhe këtu nuk do të me pas që thot popullet 3 kokra men, edhe me pas se punën nuk po shkojnë, sepse asnjë shtet nuk krijohet vetëm me kërkesa paqësore, por krijohet me presione të tjera. Tash puna është zatet aty. Është zatet në atë mas sa që sot e kemi këtë gjendje. Bashkësia ndërkombëtare nuk e përkrah pavarësinë e Kosovës. Edhe aty tash është një temë për cilën mund gjatë të diskutohet pse nuk e përkrah. Serbia nuk pranon ta lëshojë Kosovën, ajo këtë e deklaron edhe me vepër, edhe me dhunë, po e tregon çdo ditë. Mirë po, ajo çka është ma kolosalja edhe ma fuqishmja, populli shqiptar në Kosovë po ashtu bën të ditur se aty ky problem nuk mund të zgjidhet në këtë mënyrë, se ky popull nuk pranon të mbetet nën regjimin serb, nën sundimin serb dhe dëshiron edhe pretendon në të drejtën e tij për të vendosur për fatin e vet. Kjo duket si një fjalim, por kjo është realiteti. Domethënë nëse bëhet një analizë shumë sipërfaqësore dhe shumë e thjeshtë si kemi punë. Tash domethënë ne kemi punët që të orientohemi ta forcojmë faktorin shqiptar në anë parë, domethënë me organizim, me disa koreksione në atë organizim të shohim se ku ka cilat pika ka pas mangësi në atë organizim, edhe vetëm të bashkuar, edhe me një mendim të bashkuar, po edhe me veprime të koordinuara, nga ona jonë ta bëjmë atë efektin maksimal që është e mundur për të bërë. Në këtë mënyrë ne do të jepnim mesazh shumë